أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira Allah të qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në temën në vazhdim, autori Allah subhanahu wa taala pas mëshirua duke shpjeguar detyrimet që i ka besimtari ndaj besimtarit, detyrimet që i ka besimtari ndaj njerëzve dhe detyrimet që i ka besimtari ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se kështu e ka titulluar edhe librin e tij, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua e ka vendos temën kapitulli për atë i cili merr borxh. Pjesa në të cilën flet për një besimtar i cili merr borxh. Në fillim të librës me zgjedh autori temën e borxhit mund më duk pak e çuditshme, por realiteti është se prej borxheve ose si shkak i borxheve prishen shumë lidhje mes muslimanëve. Kjo është numër 1. Numër 2, për shkak të rëndësisë së borxhit në Islam, për shkak të lehtësimit që u bëhet muslimanëve, ata të cilët kanë pasuni, m'ju dhon borxh atyre të cilët kanë nevojë, dhe në tre për shkak të përgjegjësisë madhe para Allahut subhanahu wa taala për ata të cilët marrin borxh dhe janë të pandërgjegjshëm për kthimin e borxhit të ai që i ka marrë borxh. Thjesht për temave të para, autori e radhit çështja e borxheve. Çështja e borxheve është legjitime në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht, thot Allah subhanahu wa taala, Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu. O musliman, kur të merrni borxh për një afat të caktuar, shkruani. Shkruani edhe në ta shkruan dikush që është besnik i drejtë. Dhe në vazhdim, Allah subhanahu wa taala në vazhdim të ajetit borxhit i përmend edhe rregullat e tjera që nëse zbatohen, njerëzit besimtarët kanë me pas dobi. Tash borxhi u bë për me pas dobi musliman pitina. Qysh është e mundshme na me kthye borxhin sherr mes muslimanëve? Borxhin Allah subhanahu wa taala e ka bë legjitim për njerëzit, për muslimanët, në mënyrë që të kenë dobi. Dikush ka pare të cilat nuk i duhen, ka shumë, ose ka mjaftueshëm, ose ka cilat nuk i shtin përdorim për një kohë. A është ma mirë me i majt ato paraj, a me adhon dikuj për besimtarëve tjerë që ai punon me to dhe fiton fitimin e merr për veti, borxhin ja kthen atij që se e ka marrë. Dhe ky është qëllimi i borxhit në shariat. Por me fitue njerëzit në anën ekonomike 1, me fitue të pasurit në ahiret 2, për shkak se në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kushdo që i jep dikujt borxh, qaq borxh sa i ka dhënë për çdo ditë i shkruhet që ka dhënë sadaka. Në fund parat a vetë i gjep. Për shembull, një musliman i ka dhënë borxh një muslimani tjetër 1000 euro. Edhe i ka dhënë afat 6 muaj ditë, ose i ka dhënë afat 1 vit. 1 vit, këtij personi që ka dhënë borxh i shkruhen çdo ditë që i ka dhënë sadaka 1000 euro.
Në fund vitit i merr parët e veta, apet ishte në gjep. Kush mundet me bë këtë sadaka në gjendje të zakonshme? Rrallë se kërkush nuk ka mundësi me dhënë çdo ditë ka 1.000 euro sadaka. Kurse 1.000 euro borxh kanë plot njerëz që mund m'ia dhënë tjerëve. Sa në fitimi i atij që jep borxh është shumë i madh në ahiret. Fitimi i këtyre që merr borxh gjithashtu është i madh, për shkak se borxhi në Islam është pa shtesa. Nuk i me kthye shtesë, i ke marrë 1.000, i ke me kthye 1.300. I ke marrë 1.000, i ke me kthye 1.000. Ky fiton i merr 1.000, 10.000, 20, 30, 50, sa do, punon me to 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, sa t'jen afati. Në fund i kthen veç ato që i ka marrë. Edhe fitimi është i pastër për këto që ka marrë borxh. Fitimi i madh për këto që ka dhënë borxh në sadaka. Borxhi o bën shariat legjitim për me fitue edhe ai që jep borxh, edhe ky që merr borxh. Qysh ndodh që na këtë begati të Allahut e shndrojmë në sherr mes vete? Dikush ka bën shime këtu. Dikush i ka shkel dispozitat e Allahut. Dietarët e sunetit përpara kanë thonë nuk ndodh. Nuk ka mundësi me ndodh një shkërorëzim. Veç se dikush e ka shkel ligjin e Allahut. Nuk ka mundësi me ndodh një shkërorëzim. Veç se dikush e ka shkel ligjin se për qef kërkush nuk dohet. Nuk ka mundësi më bë një sherr të borxhi, veç se dikush i ka shkel dispozitat e Allahut. Se martesa është e bëme për hajër. Mu kriju familjet, mu shtu familja, mu rujt për haramit, mu plotësu nevojat tjera, këtë hajër. Qysh ka mundësi, prej një diçkaje që Allahu ka bë hajër, na me shëndru atë në sherr, prej një dispozite që Allahu ka vendosur që me fitua prej saj na me shëndru atë në sherr. O besimtar, fillim, kur të merr një borxh, është legjitim, pra borxhi është legjitim në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në jetë Allah subhanahu wa taala më njerë mas të legjitimit që e bën legjitim për neve, e bën të lejushme për neve me bërë borxh, e përmen afatin. Ila ajalin musamma, kur të merr një borxh, gjithmonë përcakton një afat. Kur ma kthen kur të muj, s'bën kështu, kur të muj, dallaj s'ta kthen kur. S'e kemi pas thot një afat saktum, po në fillim e ke shkel dispozitën. Pse s'e ke saktu afatin? Në ta shkruajnë. Që me shkru, thot as më beson ti mua, wala hawla wala quwwata illa billah. Nuk e puna të besojnë ti as besoj, por Allah subhanahu wa taala ka vendosur si rregull që ky duhet më shkru. Ne të jenë dëshmitar. Ne të jenë edhe garantues nëse ka. Fillim procedurën na te borxhi e bëjmë prap, masane krejt problemet me borxhin një prej shkaqeve është se procedurën nuk i kemi quajtur sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjen pjesa tjetër, ajo është sinqeriteti dhe njeti, cilën do ta përmendem gjithashtu me lejen e Allahut në atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra borxhi është legjitim. Mirët jepet ose kthehet çat sa mirët. Ai që jep për çdo ditë ka shpërblim çat sa ka dhënë sadaka, i llogaritet te Allahu, i shkruhet te Allahu se ka dhënë sadaka. Ky që e ka marrë fiton për veten e vet. Por sipas rregullave, rregulli i parë është përcaktimi i kohës. Kur është koha? Duhem më marr borxh. Tamam, kur e kthen ti këtë borxh? Patjetër të më pas një afat të caktuar. Mos ta le dikush për vllazime, hajtë se ja bëjmë dyshysh. Jo se tash ja bën kurshysh, por ato në fund s'ja bën kurshysh. Afati përcaktuar. Kjo është dita kur e kthej borxhin. 1. 2. Shkrune. Ja të kom pas marrë 1.300, ja 1.400, ja 2.400. Tash to aty 1.000 veç e qenë përpjet. Se dia ke 1.000, 5.000, edhe pse dallimi është shumë i madh, është ti si kujtohet. Kur shkruhet, ajo meti të shkrume. Dhe merrni 2 dëshmitar. Dëshmitar në shariatin e Allahut subhanahu wa taala duhet me qenë besnik
njerëz musliman të cilët njihen se janë të drejtë të devotshëm edhe nuk kanë asë një gjëna publik. Këta të më konë dëshmitarë. Plus dëshmitarëve, ka dhe një që quhet garantus. Ai që është garantus, në rast se ky nuk e kthen borxhin, ose nuk mundet me kthy borxhin, e merr përgjegjësinë, unë ta kthej borxhin nëse nuk ta kthen ky. Ta shikoni nëse bëhen procedurat e rregullta sheriatike, borxhi në aspektin e procedurave nuk ka mundësi me dështu. Borxhi shuma e ditme, i shkruam afati kur ka mu kthy. 2 dëshmitar musliman të sinqertë të cilët nuk e ndrojnë dëshminë e tyre. Një garantues që nëse ky nuk i kthen, i kthej une. Nëse bëhet që ka procedurë, kuna prej muslimanëve i del problem të borxhi? Kërkona heq, asnjë nuk ka mundësi me mu shkua sipas rregullave sheriatike edhe në fund me dorë problem. S'është e mundshme kjo. Po si në bërë rregullat sheriatike, ta shko plot vllazniqin me zvetin prish për shkak borxheve, edhe pastaj problemin e borxheve qesin me sele, jo kjo është ashtu, jo kjo rrenë është krejt se këta s'kan bën me fe hiç, as nuk janë prish për çështje fetare hiç, as nuk i ka interesuar me hiç, as via drejt, as kur gjë hiç, këtë rrena janë këtu. Shëni 2 vllazni musliman të cilët janë në mezvete, në ngatresë, shifne me analizë mirë dhe në fund që kanë probleme të dunjos, nuk kanë probleme të fesë. Se problemet e fesë zgjidhen kallaj. Libri i Allahut është i qartë, suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i qartë, njerëzit të cilët japin gjykime për ato që ka paqartësi janë prezente kanë më kanë me lejen e Allahut subhanahu wa taala deri në ditën e Kiametit për ata të cilët dëshirojnë me zgjedh problemin fetar nëse është, por nuk është problemi këtu. Problemi është te çështjet e dunjos. Edhe më keq tani ata janë me përgjegjësi fetare, jo morin bosh xhamatit, tana prishet hoxha me xhamatin, ata më ka probleme se s'ka shkuar sipas rregullave të Allahu subhanahu wa taala, të vendosur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë është ana procedurale. Çështja e dytë, atë që transmeton Imam Ahmedi në Musnad, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahad, nuk ka një njeri, thot nuk ka një besimtar i cili merr borxh dhe e din e ka sinqeritetin e tij në zemrën e vet me a kthye borxhin atij që e ka marr, illa eddahu Allahu azza wa jall an, veç se Allahu ka me a kthye borxhin, ka me a mundsue me çu borxhin vet. Çështja e parë, çështje procedurale. Borxhin me lyp publikisht, jo me lyp pitinza, ose se di kërkush që ki pas borxh. Me lyp borxhin, më kon dikush që e shkruan, më kon 2 dëshmitar që e dëshmojnë këtë borxh që marr, me gjet një garantues që nëse s'mujnë me ta dhon, ta jep ky, tani ai garantuesi për çdo njeri si kërkush, dëshmitar për njërin që është dallavërgjë si kërkush, atëre do të më kon bukur një nivel i mirë për me t'i dhon këtë garanci dhe ky nuk dështon. Ona procedurale, afati përcaktuar. Ona e besimit, njeti me çfarë njeti e merr borxhin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kushdo që e merr borxhin me njetin e sinqert me kthy, me lejen e Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ka më mësu me kthy. Komentatorët e hadithit fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam illa addahu Allah, veç se ka më kthy Allahu borxhin, kanë thonë kjo i ka disa kuptime për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në një kuptimi i parë, Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo llogaritet dua. Nuk kushdo që merr borxh prej dikujna me njetin e sinqert që më ia kthye, Allahu ja mundsof më ia kthye. Dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që bën pjesë të duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i plotson kushtet. A mendon dikush se nuk i përgjigjet Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lutjet e veta? E joni është me plotsu kushtin, me qenë të sinqert, borxhin që kemi me marr, me lejen e Allahut subhanahu wa taala kemi me kthy. Dhe sinqeriteti do të thot aspekti i mbrëmshëm, aspekti i jashtëm. Edhe do të me e pas njetin edhe me vë punën. Se ti gjithë ditën mos me pas njet më shumë me marr abdes, si mos qosh me marr abdes, s'ki abdes.
Gjithë ditën më shme bën jetë për falë namaz një atësis, nuk që është me falë atësin, s'ki falë namaz, po du të me bashku e njetin me angazhimin. Tash, ona procedurale shariatike të gjitha e në rregull, njetin mrena është në rregull, bën pjesë të duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kushdo që merr borxh me niyet të sinqert, Allahu ja ktheft, ja mëson me këtë borxhin. Kjo është një koment. Komenti i dytë, garanci. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kushdo që e ka niyetin, unë ju garantoj se Allahu ka me kthye borxhin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. E pejgamberi sallallahu nuk fol vet, po Allahu subhanahu wa taala i ka bën vahi, fol, thuj njerëzve që nëse jeni sinqert në borxhet e juve, unë ja mundsoj, unë e marr me kthye borxhin e juve. Edhe komenti i tretë, kanë thënë komentatorët e hadithit, kushdo që i plotson këto kushte, Allahu subhanahu wa taala do t'ja mundson atina me kthye borxhin këtë dunjë, nëse nuk mundet me kthyen këtë dunjë, Allahu ka me kthye borxhin në ahiret. Dhe kjo është një temë tjetër që kemi më pas të fundi argumenteve inshallah. Po ashtu prej lehtësimeve, ai që jep borxh, pjesa dërmuese dietarët sunetit janë të mendimit se vetëm vitin e parë duhet me dhënë zeqat, ky që ka dhënë borxh për borxhin e vet. Viteve tjera lejohet për zeqatit për çaq parë se ka dhënë borxh. Kjo është fitimi tjetër për atë që jep. Nëse dikush me muslimanëve ka pasuri vlerë 100.000 euro, ka me dhënë 2.500 euro zeqat në vit. Dhe nëse rrinë ato fare, ato shkojnë vishë të uhek, çdo vit ka 2.500, ka 2.300, ka 2.100, derisa vjen te funi nëse rrinë. Dhe kjo është qëllimi i shariatit, mos me tubue pasuni se shariati nuk e parashet që njerëzit me tubue, edhe mi blokue, por e shef me e shpërnda rrezikun nëpër musliman. Prej lehtësimeve, kush jep borxh për parët që i ka dhënë borxh, vetëm nëse ka dhënë më shumë se 1 vit, për 2 vjet, për 3 vjet, për 5 vjet, për vitet e tjera nuk jep zeqat hiç derisa t'i kthejnë parët që i ka në xhep. Përsëri është lehtësim për atë që ka dhënë borxh. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka dhënë dikush borxh dikujt, ka ardhur koha e kthimit dhe ky s'ka mundësi me kthye, shkon te ai borxhlia, thot mama Allah dhe kam pas afatin me këtë datë, por s'po muj. A mundesh me mashtye edhe 1 muj, ose edhe 2 muj, ose edhe 3 muj? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, momentin që ja shtyn për herën e dytë, këtina i shkruan sevapet 2 fishta që i ka dhënë sadaka çdo ditë. Kush i ka dhënë 1.000 euro për 1 vit, çdo ditë i shkruan sevap sadaka që i ka dhënë 1.000 euro. Kur kryet viti s'ka mujt me kthye, e lyp edhe një afat shtesë. Sa do që jep afat, çdo ditë i shkruan ka 2.000. Do thonë bën 2 fishi. Edhe piksena ka veç hajr. Edhe në fund, nëse a fal kret atina që është në vështërsi, ta falë Allahu subhanahu wa taala ty në problem, në gjuna, në vështërsi në ditën e kiametit. Edhe apet ky fiton në gjitha anë, në gjitha drejtimet. Ky që e ka marr, tash Allahu subhanahu wa taala përmirësoft gjendjet tona, na ma të aftjena me shku me marr kredi, e me shtije me pasuni, e me shtëpi, e me shkët të në zezat, e me këty ma shumë, a i marrë me ti morë zjetër të shtëpia senet, edhe apet lypin me gjithë fetfa me hi të gjysh kredi. Jo, ku më marrë shtëpien, jo, ku më ashtu, a bon me morë kredi kush është në zorë, por që së marrë kredi kërkush, nuk e bojnë atë që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me të gjitha fitimet e dynjës dhe të ahiretit, edhe e detyrojnë veten e vet me shku me bë harame, me shpall luftë Allahut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me hub begatia këtë dynjë dhe me pas probleme në ahiret. Pse nuk janë të vlefshëm afatet që ja ke dhënë në besë të Allahu subhanahu wa taala, a janë të vlefshme afatet e bankës? Ato i këshirë me ditë. Pse nuk kena frikë prej dëshmisë të Allahu para Allahut që kemi dhënë, se dëshminë që kemi dhënë para një qafiri kur gjahëq? Çish është e mundshme musliman me pru punën e vet për nevojat e tyre me shkue
ai që se beson Allahun as pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me kallëzu se çka dush me boti, me këta, me procedura, me rregulla. Kur të lëshojmë fejnë e Allah subhanu ta'ala, Allah subhanu ta'ala që në belan. Kur e shumë belan mo, kur nuk mujna me hek, derisa nuk thejmë të ajo që ka thonë Allah dhe ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ana shpirtërore, njeti sinqert. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kushdo që merr borxh, edhe ka njet me kthye borxhin, Allah subhanu ta'ala ka më mundsuar me kthye borxhin. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Imam Nesaiu, men akhadha daynan, kush do që merr borxh edhe dëshiron, ka dëshirë për në me, ka qef, është i sinqert me kthye borxhin, Allah subhanahu wa taala ka me jam mësue këtij personi me kthye borxhin. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara, edhe kur vështirësohet situata me kthye borxhin, Allah subhanahu wa taala i udhëzon muslimanët mos i ngushtoni njerëzit. Nëse i keni dhënë borxh, edhe çështjet janë kit të rregullta, mundoni me dhënë afat. Shtyj edhe një javë, shtyj edhe një muaj, shtyj edhe 2 muaj nëse ekziston mundësia për shkak se me këto kemi fituar shpërblim te Allah subhanahu wa taala. Gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pas emrin Meimuna, është transmetuar në transmetime të sakta, shumë ka marrë borxh. Shumë shpesh. Edhe pa asnjë problem hiç. Merr një borxh. Borxhi është krejt legjitim, nuk ka asnjë problem. Veç mos me shkel mbi dispozitat që i ka saktuar Allahu subhanahu wa taala, për shkak se kur shkelen dispozitat që i ka saktuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë bëhet zarare. Dispozita ose çështja e parë në ajet është përmend çështja e kohës, përcaktimi i kohës në cilën ditë ka më kthy borxhi. Në një hadith të saktë të cilën transmeton Imam Buhariu Sahih dhe të tjerët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për disa njerëz ose tregon për 2 besimtarë në kohën e Banu Israilëve, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëri i ka lip borxh njërit. A ki mundsi me më dhon borxh 1000 dinar? Ky ka thonë, a ki dëshmitar? Thonë, vallaj dëshmitar s'kam veç Allahu është dëshmitar që unë ti marr borxh. Mirë, ka thonë. Jemi pajtimi që Allahu t'jetë dëshmitar. A ki garantus që më garanton që ma kthen ti mu borxhin? Ka thonë, vallaj garantus nuk kam. Veç Allahu subhanahu wa taala emrin e Allahut e shtie garanci se kam t'i kthy. Mirë, përmendet emri i Allahut, besimtarët përpara kanë pas rregull. Kur të thuhet për shembull pasha Allahun, ata s'kan fol më. Për dallim prej neve, që të lut futboll njëri thot pasha Allahun ka lëvi, apo tjetri pasha Allahun s'ka lë. Tash njëri rret po mirë. Veç ai pari që ka thonë pasha Allahun, ky ditë mos bën me fol. Ja përshë që njëri boni be, po rreti, ani lën rrenën e tina. A ka fytyrë çaq me rret me emrin e Allahut, po një çka do të jenë ajo, edhe e madhe dhe e vogël, nuk është shumë rëndësishme. Për të vogla tani ashtu dhe ma keq, le mos fal më. Wallahi thotë ky thotë wallahi jo, ky thotë wallahi po wallahi jo. Tash njëri të rresin, ata nuk mund kanë të dytë. Përpara kur është përmend emri i Allahut, kur ka thonë dikush vallahi që ashtu e kanë lënë, edhe nëse e koni sigurt që nuk është ashtu. Ama në respekt emrit të Allahut subhanahu wa taala. A ka dikush që garanton për ty? Garanton Allahu, ka thonë mirë, u bë. Edhe ka thënë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para të ky ka udhëtuar, u ka dashur me kaluar detin për me shku me bë tregti. Hadithi i gat pejgamberi sa thotë ka bë këtë tregti kur ka ardhur koha e caktuar me afati për caktuar, ka dalë ky mbregdet me gjet një njeri dikon që ec me anije transport e më ia dhon parët me aqu atje. Kur ka dalë koha shumë e prishën, uji i trazum. Edhe s'ka gjet njeri me aqu kërkona. Ky që ka dhënë borxh të pejgamberit ka dalë në afatin e caktuar. Dhe kjo është ajo që është interesant me përmend tash është kjo. Në ditën e caktuar kur kanë pas borxhin, edhe ky ka dalë te bregu, edhe ky ka dalë te bregu. Ky me i prit parët e veta, ky me i quë borxhin. Një prej problemeve që na ndodh neve sot kur japim borxh, edhe e caktojmë për shembull datën me 20-in, edhe me 20-in kur e thirr ti, sa ti idioti, ka shpejt më thirrë, po ti Allah, ti datën e ke pas caktuar.
Tina që ka marrë borx i vjen mërzi pse ja lyp ti borxhin në datën e caktuar. Hyjëm, po a kon që e datë Allah. Kur të merr një borxh shkruan në datë caktuar, datën e caktuar ku vjen me lyp borxhin, tash ky do të më llogarit fajtor këto, pse ky po na lyp neve bashkë me ne, bashkë me 20-in, me 20-in më thirrri. Allah po kon afati kon me 20-in, po llogaritmi një datë, cila do të jenë ajo. Tash ky hera e parë që bjen keq është pse pja lyp. Thana hera tjera ky si më bosh kërkuna hiç. Ai si e borx, thana ky shkon në haram. Pse ke shkuar ti në kamot aty, pse si ke bën ato që të ka thonë Allahu dhe ato që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të pejgamberi ka dalë në kohën e caktuar, s'ka gjet. Ky se moti trazum, thotë pejgamberi ka marrë 1000 dinar, edhe e ka gjet një dru, e ka shpuar drunin, i ka shtije parët në dru, e ka mshel drunin mos me ujë, edhe e ka qit drunin në ujë. Ka thënë no Allah, ai më ka lyp dëshmitar, këmë thonë Allah është dëshmitar. Ai më ka thonë a ki garantus, këmë thonë Allah është garantus, unë e pelqoj që këto, edhe ti qoma mua manetin vend. Edhe u këthuje me punua. U këthuje me punua dhe vazhdimisht dita dhe ka dalë, deri sa u trazu ujë, me a gjithë një njëre me a që parët, se kësë sukon i me vahi që këto parë kanë me shku atje. Kjo ka bo një sebeb, edhe ka vazhdua përsëri deri sa ta gjon një ani ose një njëri që vjen. Ky tu prit me ardh dikush e ka pas që s'u vjen kërkosh, një drum. Ka ardhur aty ka thonë ta marr që drum ta çoj te shtëpia me. I shërbyen familjes, edhe e merr. Kur e them, hadithi është i saktë, i gjon parët mrena dhe letrën që ka shkruaj, i merr parët mirë. Mas një kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është qetësu koha, ai që ka marrë borx ka gjet anija dhe ka udhëtu ka ardhur vet. Ka ardhur vet drejtit te borxhlia. Nuk e ka llogarit që kanë mujt me mri parët tina. E ka bënë sebeb, hajt. Kur u kthye, ka thonë ma ba halal për shkak të dhënesës. Numër 1. Se kom dash me t'i quë, po s'kom pas mundësi. Edhe i nxjerr 1000 dinar që e ka marrë me adhon. Tash edhe kjo është i sinqert, se kur t'jen njerëzit e sinqert, për shto dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që e merr borxhin, edhe është i sinqert në atë, Allahu ka më mundsu me kthy. Ky jep borxh për hir të Allahut. Ky merr borxh me sinqeritet, me kthy me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Po s'është e mundur me dështu këta. Tash ja, ky ka bërë diçka dallaveri, jo ky u prish diçka, çështja shariatike. Thotë ky, more, mos më ke çu parë ti, mos më ke quë ato 1000 dinar. Edhe ky me thonë se s'ti këm quë, u këndosht me thonë si kur përren. Me një atyna që unë i këm qitë parët në uje, mi ka quë Allahu, ju ka dok pak shumë e nalt, me mboket në derë, Allahu subhanu ta'ala s'ka dosh me full, edhe që ka thonë? Asë nuk ka thonë që ti këm quë, asë nuk ka thonë ti këm quë. Ka thonë Allahu në të kalzova që këm dalë në bregdet, po s'këm mujt me gjithë njeri. Dhe kjo është e saktë. Ka njerë besimtari nuk do në me kallëzu diçka drejt, ka drejt. Por, do të me gjithë metod me thonë diçka pa rejt. A me ke shu pare ti muë me ne e farë mënyre, kjo s'ka thonë jo, se s'ka dosh me kallëzu. Me thonë jo, nuk është e vërtit. Ka thonë, për mëla nuk thash që i këmë thonë zërë, këmë dalë me lyp dikon me ti qupa, u këmë deti i trazumë së në ti këmë qu. Dhe kjo është e saktë. Edhe ana shkallon pyetjen që për e bon kjo, edhe jep me kuptua se s'ti këm qu. Kjo është aftësi e besimtarit, i cili kur nuk dëshiron me kallëzua diçka drejt, edhe ka drejt për arsye që janë valide, thot diçka tjetër me cilin jep me kuptua se nuk ka ndodhur çfarë punë. Tash kjo është i sinqert, kjo është i sinqert. Se kjo me pas dash, kjo ka prua e parët, ka thonë shuna unë dola me t'i qu parët, pas i shkon deti i trazum, edhe sënë të qova që këti pruna. Ky 1000 ka marrë njëre ma për para, edhe 1000 merë apet, 2000 për marak, po kjo nuk është hajnë. Unë e para t'i kom marrë. Kështu i ka thonë, Allahu subhanahu wa taala ta pas ka hekë borxhin. Parat e tua ma nuk i du. E ky për sinceritetit vetë s'ka kallëzu hiq. Djetarët kanë folë në komentimin e këti hadithe, kanë bërë si pyetje, pa i dhonë përgjigje. Ka thonë, cili mendoni se për këtyne dveve o konë ma i sinqert?
Gjithë se cili për tyre ka pas mundësi me bërë dollaver, asë njoni s'ka bërë. Tash këta nuk ka mundësi që ta musliman mu prish, as për 1.000, as për 10.000, as për 100.000. Me bo, tash te musliman, me gjithë dikuna që je bërgj, ky që ta gjon njeri me dhonë bërgj, të sopari me muhe, që ta gjojnë e ty me dhonë bërgj të këtyje. Dhe qëfar tragedi është kjo, Allah? A tjetëri thot, është një pasonik jem zeqat, une i thëmë që ti meriton më t'i dhonë, sopari me muhe, nëse e te jem zeqat i ty. Ku do me shku me këta njerës? Qëka do me bo me këtë lloj besimtarve? Atina e kanë ardhur paret hazër, në gjep, a me ke quë, spat, me konë me t'i quë, o krye, s'ki bërsh ti se mu me ka quë dikush. Kë i ka quë njere paret, nuk u koni sigur të kanë shkua, s'ka shkua, edhe njere, 2 herë me quë borgjin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka vdek dikush për sahabëve, kur ka shku me ja falë gjenazën, mas pare ka pyet, a ka ky bërgj, a i ka bërgj në kuna? Nëse ka bërgj dikuna se ka këtyje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka falë namazën e gjenazës. E ka ardhur dikon tjetër, tamam, në t'ja fshaj pa falë, s'bën me quë. Ama jo me ja falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shahidit i falen të gjitha gjunat përveç borxhit. Shpirtin me dhënë rrugën e Allah subhanahu wa taala, copa me u bo, s'ta falë Allahu. Hamza radiallahu anhu, që të coptuan në Uhud, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu nuk ja fal borxhin as shahidit. Tash çish ka mundësi një besimtar flet për marak, i ka 20 muslimanëve borxh, për s'para se për këtë punë. Fesadi ku bo, fesadi të në bate daveti, të në thoi një, e ka prish me në që në ka prish këtë daveti, rëllo e ke prish vetë, se s'ta ka prish daveti kërkurish, po je bo la pera, s'ki bo dzez, s'kelon pa, u bo muslimanve, të në, vëlla s'pushkon dishka daveti, jo s'shkon, të në të mjelon fojnë atënve që punojnë rrugën e Allahut, ata si kanë fojt, po i ki fojt ti që bën rrugën e shejtanit, se sa për ata vish për para ki shkue, çështja ngritja fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fundit, nëse besimtari merr borxh me niyetën e sinqert me kthye, edhe nëse vdes pa kthye dhe nuk ka pas trashëgimi as mundësi me lëna amanet dikuna me kthye, kanë thënë komentatorët e hadithit, Allahu subhanahu wa taala ka me i dhon atij borxhlijës sevape shpërbimet mëdha në ahiret veç me ia fal borxhin këtina. Kjo është kuptimi i hadithit që kushdo që merr borxh me niyetën e sinqert, Allahu subhanahu wa taala ka me mundësu me kthye borxhin këtë dunjë, nëse se kthen borxhin këtë dunjë, Allahu ka me kthye borxhin atij në ahiret. Dhe kjo është begati e madhe. Prej kësaj çështje besimtarët duhet me i nxjerr disa mësime. Mësimi i parë, me ndihmu muslimanëve me borxh. Ata që kanë mundësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kushdo që ja largon një breng një besimtari, Allahu subhanahu wa taala ka më largu një breng atij ditën e Kiametit. Kushdo që është ndihmë që ndihmon muslimanëve, Allahu subhanahu wa taala ka më ndihmën e tij. Do thonë këtë është për ata që i jep borxh. Kushdo që jep borxh ka më pas sadaka çdo ditë çash borxh sa i ka dhënë. Kushdo që jep borxh ka lehtësime atë çështja e zakatit. Kushdo që jep borxh që nuk i kthehet ka më marrë shpërbim special të veçantë te Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit tek tek. Për ata që ka marrë shpërbimet e atina dhe e funja, kushdo që mënohet me i quën vend dispozitat që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajri i tij ka më kanë në dynjë dhe në ahiret, nuk ka më pas nevojë për me kanë i detyru me shku të ata cilët nuk e njohin fjalën e Allahut as fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.